Dhe nësa Pellazgët i kishin institu, i kishin në vënd. Dhe e morën ABC-n Pellazgët dhe thanë që e morën nga Tute, erdhi kapi nga Egypti, nga Fenika që e solli ABC-n. Edhe shtëmruan, pi Greku, atë pin, Jagota. Ky është pi. Jagota, kër i bën profil t'i godë, ja, pam, në formën e usë. Dhe a i qa bëri Greku? E mori pin, në qofse më ndjek, edhe e përmbysi. Edhe qëti pi grek, po ishe figura këtu, e ishe pi uj, me anë të gotës. Edhe i ka bën gotën si figurë, si figurin, Pellazgu. Si punë e kësaj janë gjitha, vuri dorën, Pellazgu, për të thënë që dhe. Delta tot, vedejnë delt. Po vuri zinxhirin, për të thënë që zë, vuri një zinxhir. Po vuri ainin, shqiponjë, që është ain, për të thënë që është a. Pra, kjo ABC Pellazgë që e mori si Eleni në vitet 600 para Erson dhe Maqedonsi në vitet 750 me 2 vëllezërit me Metodit Cililiku, janë shqip të gjitha. Jo se jemi ne shqiptarë, ne tremori, apo sa jemi ne miliona, po janë totalisht që vinë nga një kontribut i kulturës shqiptare ke ata. Vjema së ndaj, kishat e para. Kishat e para janë kishat që perandori parë, që është Shen Elena me Konstantinin e Madh. Konstantini quhet i Madh, sepse bëri perandorin e madhe të Romës, ku ndahun 2 pjesë, lindje dhe perëndim, dhe të gjithë quheshin kishat e para ishin me kishat e para quheshin të Arbënojit dhe Latinojit. Pra kishat në Durrës tek ju, Maqedoni, quheshin Arbënojit. Dhe Rumeliot quheshin e të tjerë, Romë lindore, Bullgari, që s'kishen emra akoma, Bullgari, Serbi, vetëm quheshin Slav. Po në atë Slav quheshin Rumeliot, Greku quheshin Rumeliot, Shqiptari quhesh Arbënoj. Studiusi i vetëm, Atelioti 1034. Që thot Atelioti thot Arbënojt, 2 popull kryesor, Latinojt dhe Rumeliot dhe Rom e të tjerë me tjerë. Pra, i ke dhënë kishat e para. Ke dhënë së fundi kompozitorin Nikit Dardani, edhe Jan Kokuzeli që frymësoi ato kompozicionin e parë, këngën e parë, Leus, Deus, atë kryshtërimit që përdorin ata sot, e kemi dhënë ne, do t'i thoni ju pra. është Nikit Dardani dhe Johan Kokuzeli, njeri bëri atë sentencën e fjalës magjike të kryshtërimit, dhe tjetri bëri kompozimin, po janë shqiptar këta. Dhe së fundi perandorin e thash, së fundi e shtet formus. Mos jeni ju, ata nuk ekzistojnë dot. Ta kuptojnë mirë ata di. Ju jeni 35 aty, 45 jeni ju. Me saksin me të gjitha dhe janë 25% shtetë formus, bile ata janë më pak, sepse do futesh edhe bulgarët, po t'i ndash ata bulgar, edhe cigane, apo edhe më palni Roma, apo egyptian, ata bërë më pak se ju jeni vënd para di, si shtetë formus. Pavarësisht zyrtarisht quheni të dytët, por nuk mund ta bëjnë dot, por unë them që duhet të jeni, për shembull, kur gratë ortodokse kërkonit martoheshin, gratona. Ne i morëm gratë, o profesor, të dy ne kemi gratë ortodokse. Pra ne në Shqipëri nuk e bëmë atë gabim. I morëm gratë ortodokse. Nësa ju, për shkak të ndikimit që e doni pak më shumë se ne Turqinë, se ajo ju mbrojtini për mënyre, dakor. Por ama nuk morë gratë shqiptare ortodokse tradikës. I lejua që të merreshi me ortodoksë Maqedonës, që u shkri familja. Kur gruaja ortodokse radikës u martua që luteshin të merreshin nga këta, shqiptarët e musliman, i mori ortodoksi dhe tash thot, ajo, si s'kisha unë kontove la shtetit, që e dua unë librin tem të shte. I thashë, po ti je shqiptare edhe. Ajo ishe punon dhe kontore la shtetit. E dua unë këtë libër, e vlon të gjaku, i thashë, po se kam baru akoma. I dua dhe që, jo, kur ta mbarosh, e dua një kopjo, punon dhe në Këllëshën e Maqedonit, unë isha këshilltar në Këllëshën e Shqipërisë, edhe në një konferencë. Edhe i flisa për Shqipërinë, ajo, edhe kur i thash në sytë shoqës saj, që ti e shqiptare nuk e luan topi, e tha ju edhe u trem. Pra, të tillë ortodoks ka prodhuar Maqedonia që trembën për të qenë shqiptar, ndërkohë pjesa juaj muslimane e keni si mbrojtje krenarin që na mbron Erdogani apo Turku, ndërkohë për mua do të vini ekuilibër, po bëni çfarë doni me besimet, je shqiptardi. Vër arsimimin, edukimin që ka thënë 4 të mëdhenj, Abdyl Frash, Sami Frash, Naim Frash dhe Mithat Bey Frash.
Të kata ka thënë, me luft e kishe shprehje në atë time stand. Me luft kemi humbur shumë, ndërsa me libra, me edukim mund të fitojmë gjithçka. Pra kjo ishte përmbledhja ime dhe pra duke thënë këto të vërteta që tha zoti Guri, se ju thatë pak më parë nderuar profesor që rreth 35% janë shqiptar. Po të marrësh parasysh gjithë ata shqiptar të transformuar, siç e tha zoti Guri, është një shifër gjigante që janë shqiptar ata, sepse janë shqiptar të transformuar me dhunë, siç ka ndodhur në manastir, që janë përzën, janë djegë dyqanet, janë vrar, janë prerë, dhe ata që kanë ngel janë detyruar të ndrojnë identitetin e vetë, të ndrojnë nacionalitetin pra kombësinë e vetë. Tani ata mund të kenë kuran të thonë, o vlla, po prito, se unë jam shqiptar. Qa e Zaevi? Si tha dhe Zaevi. Zaevi, a tha jam shqiptar? E tha jam shqiptar. Ka raste për shembull që kanë pranuar me vonesë çështjen e qenit shqiptar, po ato që përmendi kolegu i gazetar për çështjen e një rajoni i cili është jashtëzakonisht i diskriminuar, madje kjo shihet edhe në mbiemrat, ato i kanë islamoski, në fakt ato janë islami, ose Ademi, janë Ademoski, pjesa e Prilepit, Manastirit, që është një pjesë shumë keq, e lënë shumë keq, edhe prej pakujdesisë politike, po mbase këtu do të shtojë edhe atë ndikimin që do ta ketë Shqipëria për atë qytet të alfabetit. Ajo godin që është në Manastir, në Bitollin e Maqedonëve, është për gjuna. Përderisa Shqipëria ka konzulatat jashtëzakonisht moderne, nuk ka një kujdes minimal që të vi ta ndërtoj dhe ta marrë në mprerin e saj, ta menaxhoj komplet atë shtëpi ku ka lind alfabeti. Një sugjerim interesant. Nuk kemi kujdese edhe për kësaj lloj situata si për mendimin tim. Sa kemi atje, profesor, sa ke pa qenë në Manastir, në atë ndërtesë, sa ke kohë që s'ke qenë? Puna? Ke kohë që nuk e qenë atje në Manastir, në atë ndërtesë. Keni kohë që ke qenë apo s'ke qenë këto 2 vjet e fundit? Kam qenë, madje vizitoj shpesh. Ne kemi dhe student që vinë nga Manastiri dhe janë student jashtëzakonisht mirë dhe të përgatitur, po ajo shtëpi alfabetit është jashtëzakonisht keq në aspektin arkitektural, është e rënuar, nuk ka një kujdes, nuk ka buxhet, nuk trajtohet. Ajo duhet ta ketë vlerën një ambasade të mirëfillt të Shqipërisë në Maqedoni. Është ambasada më e madhe se sa ambasadat reale që po i kemi ne në fund ndërtesash. Po vetëm që ajo godin 2 vjet përpara në akademia jonë ka kontribuar me 2000 libra që i quam Doras, vetë ne. I kemi quar Doras dhe ajo ndërtesë në muaj shtator, kur ne kemi vajtur, e gjetëm ashtu që thoni ju, të rënuar, nësa 2 muaj më pas, më duket ka ndihmuar shumë politika shqiptare, zoti Ali Ahmeti dhe të tjerë, që 2 muaj më pas ajo ishte bërë një ndërtesë e rangut, e pastruar, moderne, e mirë, e ndëgjuar, me rafte librash, me muzeun për katës, pra 2 muaj më vonë, diku 1 vit ose 2 vjet që sot, ndoshta 1 ditë e gjysmë, ajo është rehabilituar tërësisht. Ka ndërhyrë dhe zoti Ali Ahmeti, ja mbaj mend të skem, por edhe ne ndryrim si akademi që ajo të merrte pozicionin e dur, siç po thoni ju, dhe e ka marrë. Dhe ne kemi quar 2000 libra. Unë dhe zoti Pingli dhe zoti Balej kemi quar 2000 libra nga Shqipëria atje. Bravo. Po, kjo është Manastiri. Asnjë nuk është e mjaftueshme për një institucion siç është shtëpia e alfabetit. Ta merr atë formën e dur, respektin e dur, nuk duhet vizitohet vetëm për çështjen e datave të rëndësishme, po duhet të jetë një referencë e jashtëzakonshme ashtu siç bëjnë shtetet e civilizuara që kujdesen për institucionet e veta, pavarësisht nëse ato shtrihen edhe në Brazil, kanë kujdesin për t'i ruajtur, për t'i vizituar, për t'i shndruar në kujtesë. Atëre, zoti Alin, kemi disa figura. Zoti Alin, ri aty që mund të shohësh. O zoti Kela regjisor, a mund të thirrë 2-3 figura për pjesën e diskutimit që kemi me profesor Alindin në Shkup, Maqedoni? Zoti Kela. Regjisor i dashur. Ri aty edhe 2 minuta, edhe e mbyllim, po duke parë disa figurat përbashkëta. Po. Urdhoni, kjo është ylli me 16 rezerv, poplit, Thesprotia, ja po, nuk e di mase të pengoj, ja poplit.
Thesprotia, Oresti, Desaretët, Penestët, Mirdit, Kaonia, Himara deri poshtë në Bregdet, Linkestët në Pogadec, Parthinët, Berat Elbasan, Durrës, Parthinët, Përparët, Dardani, Kosovë, Mollosi, nga Leskoviku deri në Janin, Malet, Mollos, Maloku, Eliminoti, popull në përmet, Albani, Albanët, Pajonia, tek Juve, Paonët, Atintani, Enkelej, Taulandi dhe Iliria. Pra 16 popullt përbëjnë 16 rezet e flamërit sot Maqedonës. Urdhë pa me tjetër rizor i nëruar? Po ka më shqip se kjo, o profesori i dashur, Aleksandri i thot Diogenit, qa ndime do nga mua, qa do t'i të bëjmë për ty. Edhe i thot shqip, a po shkon të shoh, a po shkon ti shon. Më shqip, kjo është bërë nga anglisja. është bërë nga studiusit angles.